Minister Bujënci. Akademisë dhe shoqërisë civile. Ministeri i Shënimit e ditës botërore të inovacionit dhe kreativitetit. Është kënaqësi e veçantë që sot jemi bashkë për të reflektuar mbi rolin thelbësor që inovacioni dhe kreativiteti luajnë në ndërtimin e një të ardhme të qëndrueshme dhe konkurruese për vendin tonë. Kjo ngjarje synon jo vetëm të promovojë politikat dhe iniciativat në fushën e inovacionit, por edhe të forcojë bashkëpunimin ndërmjet institucioneve, sektorit privat, akademisë dhe partnerëve ndërkombëtar. Për të hapur këtë ngjarje, kemi me përfaqësues më të lartë institucional, partner të rëndësishëm ndërkombëtar, të cilët ndajnë me ne vizionin dhe prioritetet e tyre në fushën e inovacionit dhe kreativitetit. Fillimisht kam kënaqësinë të ftoj për fjalë hyrëse zoti Albin Kurti, kryeministër i Republikës së Kosovës. Zoti kryeministër, fjala e juaj. E nderuara zonja Mimoza Kusari Lilja, Ministre e Industrisë, Përmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, e nderuara zonja Saranda Bogujevci, Ministre e Kulturës dhe Turizmit, të nderuar shkeqësi ambasador dhe përfaqësues të shteteve mike në Republikën e Kosovës, të nderuar zëvendës ministra Fatban Budnjaku dhe Jeton Mehmeti të Minti, të nderuar ministra, kolegë nga Qeveria e Republikës dhe nga Kuvendi i Kosovës, të nderuar përfaqësues të komunitetit të biznesit, ju që bartni barën më të madhe të zhvillimit ekonomik dhe të punësimit në vend, të nderuar profesor, studiues dhe student, të nderuar sipërmarrës inovator, të nderuar pranishëm zonja dhe zotëri, aftësia për të prodhuar dije, për të shndruar atë në vlerë ekonomike dhe për të orientuar drejt mirëqenies shoqërore është në themel të zhvillimit të një vendi. Dhe pikërisht për këtë do të reflektojmë sot në ditën botërore të inovacionit dhe të kreativitetit. Zhvillimi i qëndrueshëm nuk është rezultat i rastësisë dhe as i resurseve natyrore në vetvete. Ajo është rezultat i institucioneve publike funksionale, i politikave publike adekuate dhe një sektori privat dinamik ku vlerësohen inovacioni dhe kreativiteti. Çdo vit, universitetet tona nxjerrin mijëra të diplomuar në fusha si inxhinieria, shkencat kompjuterike, ekonomia, dizajni dhe disiplina të tjera. Në të njëjtën kohë, mërgata jonë përfaqëson një burim të rëndësishëm të kapitalit, jo vetëm financiar, por edhe profesional dhe rjetëzues. Pra ne nuk kemi mungesë mundësish apo idesh, dhe ajo në të cilën po punojmë është se si të ndërtojmë një sistem që sjell transformimin e mundësive dhe ideve në nisma konkrete të cilat kontribuojnë në zhvillimin e ekonomisë së vendit tonë. Në një botë e cila po ndryshon me shpejtësi marrëmendëse, nga transformimi digital e inteligjenca artificiale te ekonomia e gjelbër dhe rikonfigurimi i tregjeve globale, vendet që ecën përpara janë pikërisht ato të cilat investojnë në dije, në teknologji dhe në kreativitet. Kosova i ka një ndër popullsitë më të reja në Evropë, ku më shumë se gjysma janë 35 vjeç, dhe kjo është një nga asetet tona më të mëdha. Kemi një komunitet në rritje të ndërmarrësve dhe profesionistëve të teknologjisë, të cilët tashmë po eksportojnë shërbime dhe po konkurrojnë në tregje ndërkombëtare. Ky është potenciali gjeneratës së re
dhe paraqet dëshmie të qartë të frymës inovative që e formson të ardhmen e vendit tonë. Dhe këta tri nuk dallohen vetëm për idetë e tyre, por edhe për aftësitë e tyre, përfshirë zëtrimin e gjuhëve të huaja kryesore në botën e biznesit dhe të komunikimit ndërkombëtar. E në ekonominë globale të inovacionit, aftësia për të lëvizur me lehtësi ndërmjet gjuhëve dhe kulturave është një avantazh i madh konkurrencës. Këtij potenciali të madh i kemi dhënë mbështetje institucionale dhe vitet në vijim do të arrisim atë edhe më shumë. Po hartojmë politika të qarta publike, po bëjmë investime të qëndrueshme për një ekosistem i cili mundëson zhvillimin e iniciativave. Mbetemi të përkushtuar për ndërtimin e ekosistemit më të plotë dhe funksional, i cili mbështet inovacionin dhe ndërmarrësinë. Në këtë drejtim, kemi bërë progres në zhvillimin e strategjive nacionale përkatëse, plotësimin e kornizës ligjore dhe krijimin e instrumenteve financiare për përkrahjen e bizneseve. Dje, në mbledhjen e Qeverisë Republikës, miratuam projektligjin për inovacion dhe ndërmarrësi, i cili është një tregues i qartë i angazhimit të institucionit. E me këtë ligj parashihet edhe fondi për inovacion dhe ndërmarrësi në kuadër të agjencisë përkatëse në Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, e gjithashtu edhe ngritja e shërbimeve dhe startupeve me theks të kujdesi i veçantë të bizneseve dhe të grave. Si qeveri, po investojmë edhe në infrastrukturën e inovacionit. Kemi dhënë mbështetje financiare në vlerë prej 8 milion euro për parkun e inovacionit dhe trajnimit në Prizren. Pastaj me rreth 40 hektar hapësire të gjelbra dhe 50 ndërtesa, aty janë kushtet ideale për zhvillim të inovacionit, i cili tashmë ka edhe sistemin e vet. Mandej kemi funksionalizuar qendrën e inovacionit dhe ndërmarrësisë me hapësirë prej 1000 metra katror në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike në Universitetin e Prishtinës, një investim prej 1 milion euro. Pastaj kemi ndërtuar inkubatorën e biznesit në Malishe dhe kemi rinovuar parkun teknologjik në Shtime me investime kapitale në vlerë prej 440.000 euro. Për më shumë hapësirë për kreativitet dhe inovacion për të rinjtë dhe kompanitë të reja, kemi dhënë në shfrytëzim për 5 vjet inkubatorën e biznesit Tech Park në Përnisë të Prishtinës me sipërfaqe prej afër 4.000 metra katror. Pastaj janë bërë investime tek maturantët e profilit të teknologjisë, informacionit dhe komunikimit, duke ndarë 574.000 euro përmes kuponëve për trajnim. U antarësua Kosova në Horizon Europe, programin më të madh të Bashkimit Evropian për kërkim dhe inovacion. Në periudhën 2021-2024 janë financuar 15 projekte në vlerë të gjithë bashkme prej 1.5 milion euro. Po punojmë edhe në forcimin e qendrave të inovacionit, inkubatorëve dhe akseleratorëve në universitete, të cilët shërbejnë si hapësira ku idetë zhvillohen dhe shndrohen në produkte konkrete. Këtë mandat të ri, vëmendjet veçantë do t'i kushtohet orientimit të investimeve të diasporës tonë. Ne dëshirojmë që kapitali i bashkëdhetarëve tonë të mos kufizohet vetëm në sektorët tradicional, por të kanalizohet gjithnjë e më shumë drejt inovacionit, teknologjisë dhe industrive kreative. Por puna jone përbashkët nuk përfundon këtu. Ne e dimë se bizneset tona përballen me sfida reale që nuk zgjidhen brenda ditës, por kërkojnë përkushtim të vazhdueshëm dhe bashkëpunim të fortë të gjithë aktorëve të ekosistemit të inovacionit. Ajo që është e rëndësishme është se drejtimi është i qartë dhe vullneti është i plotë. Sa më shumë që rriten edhe mundësitë për të rritur, dhe sa më shumë që të parojmë, shfaqen problemet e reja. Pra, problemet e reja janë dëshmi e progresit, sepse kur ngelesh prapa, disa probleme as nuk i shet, sepse e shumë prapa. Por pikërisht duke ecur përpara, ne po përballemi me problemet e reja të cilët jam i bindur që bashkë ja dalim që të kalojmë. Sot, para kësaj sale ku jemi të gjithë këtu bashkë,
është organizuar edhe kjo ekspozit e produkteve dhe shërbimeve inovative nga ndërmarrjet tona, nga startupet deri te ndërmarrjet e vogla të mesme të konsoliduara. Kjo ekspozit është edhe një dëshmi jo vetëm e potencialit, por edhe aktualitetit. Aty shohim ide të cilat tashmë janë kthyer në produkte, shërbime që depërtojnë në tregje dhe janë histori suksesi që po ndërtohen e përparojnë për çdo ditë. Dua të theksoj edhe një herë se ne jemi të përcaktuar që ta mbështesim këtë potencial. Ne dëshirojmë që sa më shumë rinia të mësohet dhe punësimi të jetë pikërisht në sektorin privat, më shumë e më parë se sa le të themi në zyrat e administratës shtetërore. Sepse administrata shtetërore faciliton dhe mirëmbon, por progresi i madh me inovacion e kreativitet ngjan pikërisht tek sektori privat, të cilët ne dëshirojmë të shërbejmë edhe me administratën shtetërore, por me veçanti me sistemin arsimor. Sistemi ynë është i qartë deri në vitin 2030 i ka për brenda mundësi, jo vetëm synimet, që Kosova të pozicionohet si një qendër e inovacionit dhe kreativitetit në Ballkanin Perëndimor. Apo ta quajmë ndryshe një lloj Estonie e Evropës juglindore. Në këtë rrugë bashkëpunimi është thelbësor midis institucioneve publike, sektorit privat dhe institucioneve arsimore, me qenë se bashkë mund të ndërtojmë këtë ekosistem i cili karakterizohet nga qëndrueshmëria. Pra, ka ngjarje, po përfundi ngjarjeve janë proceset stabile. Për partnerët tonë ndërkombëtar dëshiroj të shpreh mirënjohjen jo vetëm për mbështetjen financiare, por edhe për angazhimin dhe partneritetin e vazhdueshëm në këtë proces. E të gjitha zotimet të cilat i keni dëgjuar shumë herë prej nesh, sidomos në dhjetorin e vitit kaluar, ne i shndrojmë ato në programe të qeverisë dhe aty hyn prej tek kullës, pra kullës së teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në Prishtinë, e deri tek valuta digjitale të cilën do ta kemi. Krejnë fund dua të theksoj se inovacioni me gjithë këto nuk është vetëm çështje teknologjie, ai është mënyrë të menduarit. Është guxim për të sfiduar status quo dhe për të ndërtuar zgjidhje më të mira për shoqërinë. Ata që nuk janë të kënaqur me ato që kanë dhe ata që janë të gatshëm përveç se të interesuar që të mendojnë përtej asaj që tashmë ekziston. Ky është motori i progresit, të cilët ne dëshirojmë që ta facilitojmë e ta ndihmojmë, sepse pikërisht kjo na nevojitet tani më shumë se kur. Unë ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen, kontributin dhe vëmendjen dhe ju dëshiroj suksese gjithnjë e më të mëdha në të ardhmen. Faleminderit zoti kryeministër për fjalët tuaja dhe për kushtimin ndaj zhvillimit të inovacionit në vend. Tani ftoj zonën Mimoza Kosovari Lila, Ministri i Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Inovacionit. Zonja Kosovari, fjala është për ju. Faleminderit shumë, përshëndetje për gjithë, një falënderim i veçantë për gjithë ata që sot kanë ardhur me ekspozitën e produkteve inovative të tyre, për shkak se prezenca e tyre këtu sot e shumë të tjerëve që po na ndjekin është edhe arsyeja e punës, angazhimit dhe përkushtimit tonë. Sot e shohim përkthimin e politikave dhe ndihmës tonë drejt për drejt në funksion të jetës së përditshme të gjithë qytetarëve tonë dhe jo vetëm të Republikës së Kosovës, por edhe të eksportit gjithësisht të gjithë atyre qytetarëve jashtë vendit tonë që përdorin këto shërbime dhe produkte. I nderuar kryeministër Albin Kurti, e nderuar ministre Saranda Bogojevci, i nderuar ambasador Erik Bjec, i nderuar ambasador Malaj, e nderuar zëvendës ambasador Dacic, i nderuar zëvendës ambasador Boçer,
e ngarkuara me punë e zyrës greke Zonja Vaskali, i nderuar me punë zoti Bderim Daci, i nderuar dhe shumë i respektuar zoti Herbert Per nga zyra e Bashkimit Evropian, zonja dhe zotrin inovator, përfaqësues institucional, përfaqësues të sektorit privat, akademisë dhe ju gjithë pjesëmarrës. Më lejoni të falenderoj kryeministrin që në fillim për vizionin e qartë dhe ambicioz për rolin e inovacionit në zhvillimin ekonomik të vendit. Siç jemi dëshmuar tashmë, ky vizion nuk është vetëm deklarativ, sepse po përkthehet në një arkitekturë të re institucionale dhe në politika publike konkrete. Kam privilegjin të qëndroj para jush si ministre e këtij dikasteri, cila me ndjeshmërinë e dikuj që e njeh nga afër dhe sheh e ka parë edhe më herët çka do të ndërtosh diçka nga e para. Që nga periudha 13 viteve më herët si ministre në krye të këtij dikasteri ose ministria pa inovacionin, dhe pastaj si kryetare e komunës së Gjakovës, ku me sytë e mi dhe përvojën e kemi parë ndikimin e inovacionit lokal dhe përparimin, siç është ai bone vet, që sot e pa dhe përjetuam këtu. Besoj thellësisht se vendi ynë, Kosova, ka të gjithë talentin, rinin dhe vendosmërinë për të qenë lider rajonal dhe më gjerë i inovacionit. Detyra jonë është ta kthejmë këtë potencial në politika konkrete, në ligje funksionale dhe në burime reale. Kur flasim për inovacionin, flasim për mënyrën se si funksionon ekonomia jonë në tërësi, si prodhojmë vlerë, si rrisim produktivitetin, si krijojmë vende pune dhe si e pozicionojmë vendin tonë në tregjet rajonale, evropiane dhe globale. Ministria jonë ka për mision krijimin e këtij ekosistemi funksional për inovacionin dhe ndërmarrësinë, ku idetë nuk mbeten vetëm në nivel koncepti, por shndrohen në produkte dhe shërbime konkurruese. Kosova ka bërë përparim të rëndësishëm në rrafshin ekonomik, por inovacioni si motor i rritjes mbetet ende nën potencialin e vet të plotë. Sektori i teknologjisë dhe shërbimeve digjitale është një ndër sektorët që ka bilanc tregtar pozitiv. Dhe në dekadën e fundit eksportet ka shënuar rritje të jashtëzakonshme. Strategjia jonë nuk kufizohet vetëm në ekonominë digjitale, por shtrihet edhe në industrinë e gjelbër dhe në inovacionin e aplikuar që krijon vende pune të qëndrueshme. Miratimi i ligjit për inovacion dhe ndërmarrësi që e përmendi kryeministri dje në qeveri është një hap themelor në atë drejtim. Por siç ndodh gjithmonë në reformat e mëdha, miratimi i ligjit është hapi i parë, ndërsa puna kryesore mbetet për të bërë. Më lejoni të vëthesin në 3 shtylla kryesore të këtij ligji të miratuar, shpresojmë shpejt edhe në Kuvendin e Republikës. Së pari, ndërtimi i institucioneve funksionale, Agjencia për Inovacion dhe Ndërmarrësi dhe Këshilli Kombëtar për Inovacion. Do të krijohen si mekanizma që prodhojnë rezultate të matshme, mbështetje financiare, të ndarë me transparencë dhe bazuar në merit, projekte të mbështetura në ndikim real dhe partneritete aktive me sektorin privat dhe akademinë. Së dyti, instrumente financiare të dedikuara për inovacionin. Me krijimin e fondit për inovacion, për herë të parë po krijohet një arkitekturë e plotë, mbështetëse që përfshin grante, bashkëfinancim, garanci kreditore dhe instrumente për faza të ndryshme të zhvillimit të një ideje. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për startupet dhe ndërmarrjet e vogla, të cilat shpeshherë kanë ide të mira, por mungesë kapitali, çësje në financa dhe know-how. Së treti, lidhja e inovacionit me ekonominë reale. Inovacioni nuk mund të mbetet i shkëputur nga industria, tregtia dhe eksportet. Për këtë arsye, politikat tona janë të ndërlidhura ngushtë me zhvillimin industrial, digitalizimin e shërbimeve dhe përmirësimin e konkurrueshmërisë së ndërmarrjeve vendore. Një element i veçantë i kësaj çësje është përfshirja e diasporës dhe investitorëve privat në ekosistemin e inovacionit. Për ne, diaspora nuk është vetëm burim remitencash, por një partner i rëndësishëm për zhvillim, përmes transferimit të dijes, teknologjisë dhe kapitalit ndërmarrës që tashmë po e shohim duke u jetësuar çdo ditë më shumë. Po ashtu, prioritet tjetër i ministrisë mbetet fuqizimi i të rinjve, grave dhe komuniteteve jo shumicë në inovacion dhe ndërmarrësi. Kjo është e rëndësishme, sepse një ekonomi inovative nuk mund të jetë gjithë përfshirëse në parime, por e kufizuar në praktikë. Të nderuar të pranishëm, avancimi i inovacionit dhe kreativitetit kërkon veprim të përbashkët. Nuk mund të realizohet vetëm nga institucionet publike apo qeveritare,
Ato zhvillohen kur institucionet arsimore, shoqëria civile, bizneset, investitorët dhe të gjithë aktorët tjerë të ekosistemit punojnë bashkë në të njëjtin drejtim. Në këtë rrymë, shteti ynë është me fat të ketë mbështetje edhe nga partnerët kombëtar. Në këtë rast më lejoni të shpreh mirënjohjen time për qeverinë e Luksemburgut, për Agjencinë Gjermane për Bashkëpunimin Ndërkombëtar, Bashkimin Evropian, Agjencinë Austriake për Zhvillim, për mbështetjen e tyre strategjike dhe asistencën teknike në zhvillimin dhe promovimin e inovacionit dhe ndërmarrësisë. Në përmbyllje, dua të theksoj se në periudhën e vjen fokusi ynë do të jetë funksionalizimi i fondit për inovacion, operacionalizimi i platformave digjitale, zhvillimi i parqeve teknologjike dhe inovacionit, si dhe krijimi i hapësirave ku idetë mund të testohen, financohen dhe rriten. Ambicia jonë nuk është vetëm të rrisim numrin e projekteve inovative, por të ndryshojmë mënyrën se si prodhohet vlera në ekonominë tonë. Në përmbyllje është shumë e rëndësishme të kemi parasysh se sektori inovacionit në veçanti dhe i teknologjisë informative dhe ai shërbimeve në tërësi janë një ndër sektorët e pak që kanë një bilanc pozitiv. Në shkëmbime tregtare në përgjithësi shënojnë vlerën, kanë arritur vlerën 4.3 miliard, nga të cilat 1.9 miliard import, ndërsa 2.4 miliard eksporte. Flasim për një sektor me potencial ende më të madh të rritjes dhe një krijim të urave, të cilat deri më tani kanë qenë të sforcuara me shtete, Gjermania, Zvicra, Anglia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Irlanda dhe Austria. Prandaj duhet të jetë vetë kuptueshme që inovacioni të përfshihet në çdo shërbim dhe produkt që ofron shteti ynë. Inovacioni ka treguar se funksionon dhe ndihmon ekonominë, rinia po e sjell inovacionin, le të mbështesim fort të dyja duke krijuar një vend më tërheqës për investime nga jashtë dhe më tërheqës për përkushtim të të rinjve tonë për biznese brenda vendit. Nuk kemi nevojë të mundohemi të jemi si shtete tjera në çdo pikë. E as të bëjmë politika sigur ato, le t'i bëjmë politika tona, investime dhe t'i përkushtojmë ato në kohën dhe të tregojmë gradualisht se jemi më të mirë dhe do të bëhemi më të mirë. Dhe sa fakt kemi që pikën tonë më të fortë e kemi inovacionin dhe të ardhmen. Ju faleminderit dhe mirëpres të kemi një ditë të suksesshme me prezantime dhe diskutime inovative. Faleminderit zonja Kusari për vizionin, angazhimin tuaj në avancimin e politikave të inovacionit. Ftoj për fjalën e radhës zonja Saranda Bukujevci, Ministre e Kulturës dhe Turizmit. Fjala është për ju. Nderuar Kryeministër Albin Kurti, nderuar Ministre Moza Kusari Lilja, nderuar ambasador, përfaqësues të institucioneve, partner ndërkombëtar, artist, krijues të rinj, të nderuar pjesëmarrës. Është kënaqësi që sot me rastin e shënimit të ditës botërore të inovacionit e kreativitetit, të shohim drejtën të ardhmit të ngritur, duke përshëndetur e festuar me përullësi sukseset dhe shumëta që komuniteti jonë kreativ ka pasur deri më tani. Më intrigoi janë i konferencës sot, inovacioni e kreativiteti, nxitës për një të ardhme të qëndrueshme. Por ardhmja e qëndrueshme ka rënë në të tashmen në vizion, e një të shkuare, të shtresuar me vlera që formsojnë identitetin e një kundi. Identiteti i ndërtuar me rezistencë, ka shpresa nga ngutësimi e këmbgulja. Por dhe nga uniteti, urtësia e bashkëpunimi. Këto janë vlera që përbëjnë themelet e kulturës së traditës tonë. Por gjithashtu janë vlera që sot po promovojnë Kosovën në skenën më të madhe ndërkombëtare nga krijuesit tonë përmes artit të tyre, e tregimet e tregimit për vendin. Mozaiku i imazhit të Republikës së Kosovës çdo ditë më tepër po mbizotron nga sukseset në festivale më të mëdha të filmit, në dhomat e muzeve më të njohura të artit bashkëkohor, e në sallat më prestigjioze konceptuale ndërkombëtare. Dërsa Kosova me hapa të shpejt shndrohet në vatër të ngjarjeve botërore, kulturore, duke tërhequr profesionet e profesionist e entuziast nga barbota, e duke kontribuar
në gjallërimin e zhvillimin e qëndrueshëm të qyteteve tona. Kjo po dëshmon se investimet në artin e kulturën është investim në ekonomi të qëndrueshme. Raportet e fundit të ndikimit socio-ekonomik të ngjarjeve kulturore në vend si Dokufesti, San Hill, Autostrada Bienale, Anibari, Artfesti dhe shumë ngjarje të tjera. Flasim për kthim prej së paku 22 euro për çdo euro të investuar nga paraja publike. Rritje të mbi 30% të hyrave të bizneseve lokale gjatë kësaj kohe, punësim e aftësim të rinjve, turizm nga së paku 45 shtete, e promovim në mbi 150 media ndërkombëtare duke përfshirë BBC, The Guardian, New York Times dhe shumë të tjerë. Po dëshmon se investimi në art e kulturë është investim në qytetet të qëndrueshme. Arti ndodh në hapësira publike, e hapësira publike është qyteti. Qytetet tona janë dëshmitare se ngjarje të tilla kanë shërbyer si nxitës kyç i transformimit urban, i shëndrimit të aseteve të trashëgimisë në hapësira të qëndrueshme komunitare, në rritje të shfrytëzimit të transportit publik e në promovimin e burimeve tona më të çmuara natyrore. Po ashtu ngjarje të tilla po dëshmojnë se investimi në art e kulturë është investim në zhvillim të qëndrueshëm shoqëror të vendit. Ku lidhen ura bashkëpunimi e ku trajtimi kolektiv i tabuve lokale ndërkombëtare është normalitet. Dhe së fundi, po dëshmojnë se investimi në art e kulturë është investim në inovacion, ku kreativiteti sfidon kufit e konvencialitetit të menduarit, kultivon një kulturë eksperimentimi që prodhon ide të transformuese, të cilat janë motor i zhvillimit të teknologjive të reja, modeleve të reja të biznesit, si dhe pozicionimit të qëndrueshëm ndërkombëtar të industrive tona kreative. Kosova po vendos një standard të ri në rajon. Është e para që vizionin për zhvillimin e bazuar në kreativitet e inovacion, po e kurorëzon në strategjinë për ekonominë kreative. Që njeh fuqinë e kapacitetit njerëzor, nxit investimin në të, fuqizon krijuesin, dhe lidh industrinë me artin, arsimin, kërkimin, teknologjinë dhe turizmin. Deri në vitin 2035, vizioni ynë është i qartë. Kosova fuqizon profilin e saj ndërkombëtar si një qendër e njohur për shërbime kreative të avancuara dhe për prodhim inovativ të rrënjosur në traditë e në trashëgimi kulturore. Si dhe për përvoja kulturore të klasit botëror përmes ofertës së saj të larmishme të festivaleve. Në mbyllje dua të theksoj se Ministria e Kulturës dhe Turizmit mbetet e përkushtuar që përmes politikave dhe programeve zhvillimore etike për ekosistemin kreativ të avancojë deri në të ardhmen të qëndrueshme, drejt një të ardhme të qëndrueshme për vendin tonë. Ju faleminderit. Faleminderit për kontributin tuaj dhe për theksimin e rolit të kulturës dhe kreativitetit. Tani kemi kënaqësi të dëgjojmë nga partnerët tanë ndërkombëtar. Zoti Hubert Berg, udhëheqës për bashkëpunim Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. A warm good morning, ladies and gentlemen. Dear Honorable Prime Minister Kurti, dear Ministers Kusari, Mila and Bogojevci, dear representatives and excellencies of the diplomatic community, and last but not least, and most importantly, dear representatives of the private sector and dear innovators. It's really an honor and a pleasure addressing you today at the occasion of the World Creativity and Innovation Day. And allow me to go quickly off script to start with a saying that came to my mind this morning when we drove here by car, which goes as following, and which I think has still a lot of truth. And I adapted it to my own way. Innovation and creativity are 10% inspiration and 90% transpiration, which basically means, and I think you that are in this business, you know this very well, it takes maybe 10% to have a bright and brilliant idea,
but it takes a lot more to bring this idea to maturity and to bring it to the market. And in this respect, when it comes to creativity, I think one of the important ingredients is a modern, fit-for-purpose education system where curriculums respond to the evolving needs. And I think our children, we need to really pay attention to that. They need to learn again how to learn, and they need to rather generate knowledge than information. And when it comes to innovation, I think the ingredients that are needed are indeed human capital, a dynamic ecosystem, access to finance, and access to the market. And as the Honorable Prime Minister said, it takes a strong system to support, indeed, to make sure that innovations lead to a reality and to market success. And in this respect, allow me just to briefly outline 3 priorities that we see from the European Union where we can continue our very strong partnership. And the first one is connecting Kosovo's innovators more strongly to European Union's opportunities. And again, the Honorable Prime Minister has referred to the Horizon Europe program, the worldwide biggest support scheme and partnership scheme when it comes to innovation and science and technology. But this is not the only one. We have Creative Europe, Digital Europe, and last but not least, I think one of the biggest success stories of the European Union, Erasmus+, and to mention as well the Single Market Program. So all these are opportunities, they are more than opportunities, these are realities that are offered to Kosovo, and they are offered to Kosovo now. And after a few months here in the country, in Kosovo, I've realized that you make a deliberate effort to tap into this opportunity. But I think we can still do better to make sure that you fulfill your entire potential in making this offer a reality. The second priority is strengthening the innovation support ecosystem. And I was told that digital economy in Kosovo makes up a turnover of 2 billion euros. So we are not talking here about the niche sector anymore. We're talking here not only about an opportunity, we talk about an economic reality that creates employment for 47,000 people. So this is not peanuts, this is something that is growing from strength to strength, and we are here to support that as well. But it takes talent, it takes finance, it takes stronger university-industry cooperation, and it takes as well commercial skills. And last but not least, incubators and accelerators. And I'm very pleased as well, and we're not the only ones here, that have already supported many of these support sectors and support flagship programs like ICK and ITB that I think have renowned worldwide international reputation that actually do proud to Kosovo as well. And in this respect, allow me to bring to your attention as well the growth plan, because the growth plan is not just a bureaucratic plan. It's a plan of action to stimulate growth in the Western Balkans that has many ingredients that come together. And one important one is access to the European single market. Because you see it as innovators and incubate and trying to get to the market. What is your market? Your ambition cannot be to tap into the Kosovo market. And the biggest worldwide single market that exists, that is at your doorsteps, where you are at the heart of, is Europe, and is the European Union. So having access through the growth plan more and more to the single European market, I think is a tremendous opportunity. And that is the offer that we provide here. The second aspect is, of course, further regional integration. And the third and fourth are the Reforming Growth Facility, where we have gladly announced together with the government that the first pre-financing of more than 60 million euros has just been executed. And I'm very pleased to hear as well, Honorable Prime Minister, that, and we just had a very constructive meeting, Honorable Minister, when it comes to the important steps that Kosovo has promised to itself to undertake in terms of reforms to make these innovations and the innovation sector a reality, meaning
I'm very pleased to hear the passing of the law on innovation and entrepreneurship, and as well moving forward on the establishment of the National Innovation Council, and as well the creation of the Innovation Fund. And as I said, these are not reform steps that the European Union asked from you. These are reform steps that you in your foresight have developed and identified yourselves, and now delivering on these reform steps is, I think, really the right way to go. And last but not least, it's all about access to finance as well, and to crowd in the private sector. Because the public sector can provide a platform, but when it comes to sustainable development for your sector, we need to crowd in the private sector. And here, again, our offer is to work with our development banks, to work with EIB, to work with EBRD, and to offer de-risking of your investments. So this is our offer, and the European Union remains to be Kosovo's strongest partner. We remain to be on your side, and side by side we will move forward for a stronger European society. Thank you very much. Faleminderit për mbështetjen e vazhdueshme të Bashkimit Evropian në zhvillimin e ekosistemit të inovacionit. Kemi kënaqësinë tani të dëgjojmë një mesazh shumë domethënës nga zonja Nina Stareva, zëvendës shefe e njësisë për TT03, Bashkëpunim Ndërkombëtar Evropë dhe Amerikë. Ju ftoj të ndjekni mesazhin e saj. Po presim dhe sa të di zonja Nina Stareva. Yes, you can speak, Zonia, Mrs. Nina Stareva. Thank you very much. Apologies for the good morning to everyone. Good morning from Brussels. Your Excellency, Minister, it's a pleasure for me to join you online from Brussels at the occasion of this celebration of the World Innovation and Creativity Day in Kosovo. It is really an honor for me to speak with you. Unfortunately, I'm not with you in Kosovo, but as we celebrate the World Innovation and Creativity Day, we also recognize the vital role that creativity and innovation play in a dynamic, forward-looking societies, and it is my pleasure to zoom in a little bit into what we are currently doing into the European Commission DG Research and Innovation, also in the context of cooperation with Kosovo. Cultural heritage and cultural and creative industries form a backbone of the European Union's sustainable growth, social cohesion, competitiveness. They play a key, pivotal role in forging more resilient and inclusive societies. And across Europe, including in Kosovo, these sectors are not only preserving identity and diversity, and these are important aspects, but also driving economic development, job creation, and innovation. We have heard it just now, culture and creative industries are an important component of the EU's single market, underpinning its productivity and competitiveness. They are among the industrial ecosystems that attract the highest share of digital tech startups, notably artificial intelligence-based and big data research-based. And of course, additionally, this is very important also for the European Commission, the cultural and creative industries are a crucial job creator factor, especially for the young people. So having said that, and you heard that also the European Union is fully committed to support these sectors.
including through its flagship research and innovation funding program, which is Horizon Europe. Importantly to know, of course, Kosovo is fully associated member of Horizon Europe, and by this is fully benefiting from the wide range of opportunities it offers in principle, from collaborative research to innovation flagships and initiatives such as under the European Innovation Council and international partnerships. And we recently had an EU-Kosovo joint committee meeting to address Horizon Europe collaboration, where Kosovo listed cultural and creative industries among the priority areas for cooperation, also from regional leverage, which is very important, and have shown the commitment to strong capacities in this field, which is very much, of course, welcome on our side, because, of course, the Association of Kosovo to Horizon Europe opened the doors to Kosovo's researchers, innovators, but also artists and cultural actors to engage with European networks and contribute to shared progress. So more concretely, our offer, as to say, within Horizon Europe Cluster 2 on culture, creativity and inclusive societies, we do place a very strong emphasis on innovative research, on cultural heritage, culture and creative industries, and with a clear objective, which is to unlock their full potential, as of course we have said it, drivers for competitiveness, economic growth, sustainability, but also, very importantly, a stronger European sense of belonging. So funded actions would vary among key priorities, such as supporting green and digital transitions, preserving cultural heritage, improving access to culture, fostering inclusive and resilient societies, which of course reflect our shared vision and ambition to place culture, creativity, innovation at the heart of Europe's future. We do have several flagship initiatives. Of course, the Innovation Council for the innovative deep tech initiatives, but also we do have an upcoming European Partnership for Resilient Cultural Heritage, European Collaborative Cloud for Cultural Heritage, and very importantly, we do have the Culture and Creativity Community of the European Institute of Innovation and Technology, supporting talent, innovation, growth in the sector, and also active in the region and in the country. So our key message here is that indeed, as an associated country to Horizon Europe, Kosovo is fully part of this ecosystem and can benefit from these opportunities. So strengthening the cultural and creative sectors while also contributing to the broader economic and competitiveness aspects. So we are very much advanced in time, so I'd like to conclude actually by wishing you having a very, very fruitful and inspiring event. When looking at the agenda, it looks very inspiring. And by this, I would just like to reaffirm also the European commitment to further strengthen Kosovo participation in our Horizon Europe framework program, including through maximizing the benefit it can draw from the instrument we have in place to support innovation, and in particular in the field of culture and creativity, so that, of course, we foster a more innovative, inclusive, and resilient cooperation. And by this, I would really like to thank you for having me within such a short period, and I'm firmly open for any questions or further support on enhancing Kosovo's participation in research and innovation area in the European Union. Thank you very much for this.